Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi edhe ditën e sotme tek ajo po ndodh tashmë në lindjen e mesme. Fillimisht do të ndjekim një insertë, më pas do të rikthehemi. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka njoftuar planet e Turqisë për të zhvilluar një sistem të mbrojtjes ajrore shumë shtresore të quajtur kupola e Çelik, të ngjashëm me sistemin e Izraelit që njihet si kupola e ekur të Izraelit. Gjatë një ceremonie në Ankara, ku prezantua helikopteri Gökbey për Xhandarmerinë, Erdogan theksoi se kjo iniciativë synon të rrisë pavarësinë mbrojtëse të vendit dhe aftësitë e saj për të përballur me kërcënime ajrore, përfshirë raketat me rreze të gjatë veprimi. Tani po kuptohet shumë më mirë se sa të rëndësishme janë sistemet tona shumë shtresore të mbrojtjes ajrore për siguri. Nëse ata Izraeli kanë kupolën e hekur, ne do të kemi kupolën e Çelik. Nuk do të çojmë drejt tyre dhe të themi pse nuk e kemi këtë, theksoi ai, por nuk dha një afat kohor të saktë. Në vitet e fundit Turqia ka reduktuar ndjeshëm varësinë nga importet në sektorin e mbrojtjes dhe është bërë një nga prodhuesit kryesorë të dronëve të armatosur, të cilët kanë fituar një vend të rëndësishëm në tregun global. Sistemi kupole e Çelikut do të funksionojë si një mbrojtje ajrore kundër raketave dhe kërcënimeve të tjera, duke përmirësuar aftësinë e Turqisë për të përcaktuar dhe goditur objektivat që përbëjnë rrezik për sigurinë e zonave të banuara. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kemi të ftuar zotin Frymëzim Dauti. Zoti Dauti, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Ju faleminderit edhe ju. Zoti Dauti, unë do doja ta nisja me insertin që sapo dëgjuam së bashku, edhe pyetja ime është se çfarë rëndësie strategjike ka kupola e Çelik për mbrojtjen kombëtare të Turqisë? Po kuptohet, Turqia sot është një shtet serioz dhe nuk mund të jetë shtet serioz nëse nuk ka mbrojtje të pavarur. Turqia është gati 100 vjet si republik prej 1923 dhe prej asaj periudhe është e mbarur nga armatimi perëndimor dhe sidomos pas luftës së dytë botërore dhe me hyrjen e Turqisë në NATO në vitin 1952 apo 62, nuk jam i sigurt për vitin tani. Ata kanë qenë gjithmonë të varur nga SBA-ja. Kjo varësi ju konvenon të Amerikanëve për shkak se i shfrytëzonin Turqinë, sidomos me një ushtri të fortë këmbësorie dhe artillerie kundër një lufte të mundshme kundër Bashkimit Sovjetik në atë periudhë. Mirëpo me shpartallimin e Bashkimit Sovjetik kuptohet që Turqia filloi që të bëjë një politikë të pavarur, dal nga dal duke u shkëputur nga perëndimi dhe ta zgjeroi ndikimin e saj, sidomos në Azinë Qendrore, nga shtetet që dolën nga Bashkimi Sovjetik, sikur Azerbajxhani, Uzbekistani, Turkmenistani, Kirgistani dhe Kazakistani, po ashtu edhe në Ballkan, sidomos në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Bosnjë, ndikimi i Turqisë është i madh. Dhe nuk mund të ketë një shtet serioz nëse nuk ka mbrojtjen e vet, sidomos ajrore, prandaj me ardhjen në pushtet të partisë Erdogan, çka e njohim ne në Shqipëri dhe në botën njihet, por partia e tij apo pushteti i tij është partia AKP. Ata filluan që të investojnë në sisteme kundërajrore dhe për këtë kishin oferta nga amerikanët që të marrin Patriot, kishin edhe nga kinezët, por edhe nga rusët S-400, të cilat ishin më të shtrenjta, por ishin më efikase. Dhe Erdogan bëri një veprim të mirë për shtetin turk, që vendosi që t'i marrë S-400-at dhe nuk i mori patriotat për shkak se sot e kësaj dite do të ishte i mbarur nga inxhinierët amerikanë, të cilët nuk ja duan të mirën Turqisë dhe u lidh me Rusinë dhe kuptohet që Rusia jo që vetëm e ka furnizuar me S-400, po kanë program të përbashkët që Turqia të krijojë kupolën e Çelik, siç thot Erdogan, dhe për këtë duke e parë si shembull S-400-ën kanë formuar sisteme kundërajrore që quhen Siper dhe janë shumë efikase dhe tani shpërndahen në të gjithë territorin e Anadolit dhe Trakisë, që është pjesë e Republikës së Turqisë dhe mbrohen si nga një sulm i mundshëm nga Greqia, por edhe nga një sulm i mundshëm nga Izraeli me ndihmën e SBA-s dhe kuptohet që kjo e ngrit pavarësinë e shtetit të Turqisë dhe seriozitetin e shtetit të Turqisë.